Kryqi ta theft, thot qafën, më pas thot turk. Unë jam shqiptar, dhe ai që ja thyn qafën njeriut është Zoti i gjithësisë, jo krijesat. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Wa qala al-Masihu ya bani Israila a'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Mesihu, pra Jezusi, tha: o bani Israil, adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Innehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Ai i cili adhuron dikë tjetër përveç Allahut, Allahu ja ka bërë atij haram, pra të ndaluar xhenetin. Wa ma'wahu an-nar. Dhe përfundimi i tij, vendi i tij do të jetë zjarri. Kështu kuptohet prej ajetit. Thirrja që unë bëj është që ne të adhurojmë Zotin e gjithësisë, krijuesin absolut, Allahun e lartësuar, t'i lutemi vetëm atij. Mos i lutemi njerëzve, mos i lutemi drujve, mos i lutemi gurve, mos i lutemi kryqit, minares, hoxhës, priftit, por me ju lut Zotit gjithësisë, Allahut lartësuar. Profeti a.s. Muhamedi a.s. thot, pra siç kuptohet për një hadithi, nuk dëgjon dikush për mua dhe mbeson vetëm se hyn xhenet, dhe nuk dëgjon dikush për mua dhe nuk mbeson vetëm se hyn zjarr. Ajo që unë të ftoj është që ta lexosh Kur'anin. Ta lexosh Kur'anin dhe ta lutësh Allahun e lartësuar që të ta mundësoj të udhëzohesh. Ky Islam, pra që unë jam musliman, më mëson të sillem me jo muslimanët, me sjellje të mirë, me moral të lartë, mos shaj, mos ofendoj, të jetoj në paqe me të tjerët. Prandaj, unë të ftoj që ta lexosh Kur'anin. Me lejen e Zotit gjithësisë, ke për të ndryshuar shumë.